Unë jetoj jashtë. Gjithë kursimet riparum shtëpinë në 2018, edhe erdhën me kry presionin, jam pension, erdhën të kaloj pensionin, edhe më dhanë mandatin. Ai mandati është me shku në Cimitero, se s'ka, ku të jetojën? Varreza. Shumë e dhimbshme sepse kam dëgju kryeministin që i thot huajve hajdeni blini shtëpitë në Shqipëri, jetoni në Shqipëri se është lirë, është mirë. Atë një gjova dhe unë. Edhe gjithë kursimet e mia bëna rekonstruksionin e shtëpisë. Tash unë nuk jam as ke muri, as ke kalaja, ne jemi jashtë, ke shkolla muzikës. Ka kalu një aty kush e ka projektu, futje ka thënë, se çfarë mçivet mrapa i din ata që i kanë bërë. Po kjo s'është e mirë. Çfarë fshihet as nëse themi docen do ta kuptojmë pas 10 vjetësh. Po atëherë unë kam vdek. Atëherë të bëhet unë, atëherë nuk jetoj më, se si dihet jetës. Pra ne që përpiqu gjithë jetën, një gjo fjalë të qeverisë, hajdeni, bënin, thash, edhe erdhëm. Ku do vi? Bilas nuk kam ditë gjo fare se morën telefon. E kuptoj. Nuk s'kam pas asnjë informim. Hajde shpejt se kështu ka plani. Ama për të votuar të erdhi informimi në Itali. Po, patjetër, erdhi që të votoja. Po, erdhi. Të erdhi zarfi. Erdhi zarfi. Me prish shtëpinë nuk të erdhi zarfi. Zarfi ishte kaq sa kjo parulla që maj unë dorë. Në gjonë, vetëm mungonte fotografia atyne që duhesh votoshe, në gjonë. Pra ne më duket që duhet parë, dëgjohet populli, s'mund ta udhësh në rrugë për oligarka, si mund ta them në fjala që përdorim, po. To nuk janë të mira. To s'janë të mira. Për moshën tonë. Unë kam rritë aty kalamajt gjithë. Jemi brez mas brezi. Ajo banesa jonë është banesë. Struktura austriake, rekonstruksion italian, edhe është e një gjumë. Edhe po të shikosh sot, shife është komplet si ajo banese që ka ngretë flamurën e pavarësisë. Edhe ai ka kalu një aty. Po çfarë do i bëhet asaj? Do ta prishim fare. Fare. A e kuptoj. Kurse poshtë nesh aty bile edhe më famshmja, neve kemi murin otoman 1500 që ruhesh me shumë rëndësi të madhe, me kartele dhe të gjitha, kurse tash ai nuk pyet për këto mure, prish edhe banesat që janë antike. Poshtë nesh as 3 metra, bëhen 2 banesa, nuk e di sa kat, edhe kur vjen muhabeti, prish tonën, edhe ato i bën. E kam shumë qartë. Më duket që nuk është as e arsyeshme, as e logjikshme. Ato që kanë gjon dorë, kanë pozitë, kanë detyrë, kanë karrike, kanë detyrimin të pyesin, kanë detyrimin ta ndëgjojnë. Më duket janë shumë të ngutshme. Këto gjëra nuk bëhen me shpejtësi. Këto bëhen me vendim. Kohë kanë pasur. Me qytetarë. Ato kanë pasur kohë që në 2020-ën të pyesnin e t'ju merrnin gjithëve, kështu që nuk ka lidhje me kohën. Faleminderit edhe për ju, edhe shpresojmë që të shkoj zëri atje ku duhet. Ashtu është e vërtetë. Do na